Në kuadër të shënimit të 25 vjetorit të themelimit të Filharmonisë së Kosovës, në nderim të dirigentit të parë kosovar dhe themeluesit të Filharmonisë Bajri Qela, kori dhe orkestra sjellin një interpretim të veçantë me datat 9 dhe 10 maj në orën 19:30 në ateljen e Pallatit të Rinisë dhe Sportit. Por për më shumë rreth kësaj ngjarje, unë këtu në studio kam dirigentin Hajrullah Sylla, si dhe sopranon Kaltrina Miftari. Por para se me fillu me bisedë, unë po ju uroj mirësardhje. Përshëndetje Hajrullah dhe përshëndetje Kaltrina që jeni me ne sot. Faleminderit shumë që gjetët kohë me qenë në Ekspres, pak nga koha juaj që e keni nda, sepse di që jeni shumë të angazhuar. Është kënaqësi me ju pas këtu. Filharmonia pra ka përgatitur koncert veçantë në nderim të dirigentit të parë kosovar dhe themeluesit të këtij institucioni, Bajri Qela. A është diçka gati për pritjen e publikut dhe mysafirëve, si janë duke u shkuar punët në këtë aspekt? Po mirë, ne si çdo koncert tashmë sigurisht jemi në fazën finale në përgatitjet e fundit për paraqitjen që do ta kemi të premten me datë 9, ku realisht është një vepër tetë veçantë. Është një koncert në përgjithësi veçantë, pasi që do të kemi një vepër e cila interpretohet ose vihet në skem pas 20 viteve në Kosovë. Në vitin 2005 ka qenë interpretuar nga të rinjët nga Universiteti i Prishtinës, nga Fakulteti i Arteve, në drejtimin e siç e thekë dirigentit Bajri Qela, që me të vërtetë ka qenë një interpretim në atë kohë mjaft i mirë dhe është prit mjaft mirë nga publiku. Pas 20 viteve po e kthejmë në skenë këtë vepër madhështore, e cila është mesaja nga Handel, që me të vërtetë është njihet, domethënë është një vepër e cila interpretohet shumë në përbot, e që ndoshta për çështje organizative, kërkesat veçanta që i ka, nuk kemi arritur që ta sjellim në skenë më herët, por që i erdhi momenti edhe kësaj. Kaltrina, pak a shumë e tha edhe Hajrullahu, pra është një goxha vepër, alamet vepre, mesia, po besoj përgjegjësi e madhe edhe për ju, apo jo? Sigurisht, mas pare është kënaqësi shumë e veçantë me interpretu këtë vepër, edhe që po interpretohet kjo vepër në Kosovë për herë dytë. Sa folëm me Hajrullahun që nëse kemi përjetu herën e parë para 20 viteve kur ka qenë, për neve është hera e parë kësaj here. Është kënaqësi e veçantë për mu sigurisht. Po, cilat janë edhe emocionet që po ju përcjellin pra në këto dita, themi kështu, pak para koncertit? Është një vepër, po flas për pjesën solistike, me kërkesa të mëdha interpretative, që kërkon shumë punë, përkushtim, edhe ndjeshmëri emocionale. Po unë ndihna shumë mirë, më pëlqejnë këto role kur janë kështu të tilla. Po, çfarë mund të pres publiku këto dy net? Me pak fjalë, çfarë do ta karakterizoj koncertin? Kaltrina ose Hajrullah? Kushdo për ju? Po, koncerti i të premtës që do t'jetë dhe është repriza të shtunën, për shkak se kemi menduar që është një vepër e cila është jo shpesh tipet mundësia, edhe sidomos në vendin tonë, për shkak si që të ceka edhe më herët çështjeve organizative, teknike, shumë aspekte, kështu që kemi menduar që është shumë e rëndësishme që t'jetë në dy net dhe publiku të ketë mundësi të shijojë, sepse në vendet ku ne tashmë po i mbajmë koncertet tona, po është gjithmonë problem çështja e hapësirës, çështja e akomodimit të publikut, kështu që për me qenë edhe shihimi i koncertit, ndoshta them kështu më i mirë, atëherë kemi vendosur që të jemi në dy net, që të kemi mundësi publikut të ndahet në këto dy koncerte. Vepra si vepër do t'jetë, është vepër vokale instrumentale ku, më thonë, ka solist, orkestra dhe kori, dhe është shumë e rëndësishme që do të kemi edhe një instrument kështu barokjen, luta, që është një tek ne nuk kemi ndonjë instrumentist që luan atë instrument, ose edhe instrumentin si instrument, kështu që është mjaft interesant që ta ndëgjojmë
në aspektin e interpretimit me orkestrën kështu, dhe sigurisht pjesa tjetër orkestrës është orkestrë normale që ne e kemi. Kaltrina, ju jeni e vetmja nga Kosova në këtë koncert, të gjithë të tjerët janë të huaj ndërkombëtar, pra sopran shumë të shquar nga vendet tjera të botës. Si të bën ndjesh ky fakt? Po, sigurisht, është kënaqësi me punu me artistë cilët vazhdimisht miren me këtë muzikë. Edhe unë kove të fundit, se janë nështë 10-15 vite që mirem me barok, jam të paktët ndoshta artistë që e kultivojnë këtë muzikë ma shumë, edhe kjo për mua është një vazhdimsi kështu e kësaj muzike, sigurisht është shumë kënaqësi. Sigurisht po. Hajrullah, me qënë se e thamë, pra me anë të këtij koncerti ponderohet edhe jeta dhe vepra e Berit Çelës. Dua di pak edhe për trashëgimin e tij, na përshkruaj pak edhe trashëgimin e tij. Kaltrina, e ciku qysh në fillim që ne fatkesish nuk kemi pas fatin që të punojmë me te, të jemi student të ti, por që kemi ndëgju shumë për te. Edhe në çdo diskutim me kolegët cilët kanë pas fatin me punu me te, e përshkrujnë si një dirigent i cili ka qenë mjafti përkushtun, edhe që puna e ti është pa gjithmonë në skenë me arritje shumë të larta profesionale, interpretative të veprave të koncertet të cilat ai ka drejtu, dhe është shumë e rëndësishme që pas luftës ka qenë njëri ndër themeluesit e parë të Filharmonisë, që faktikisht ajo ne e dim që ka qenë një vazhdimsi e asaj që ka qenë para luftës, por sigurisht që ka qenë hap mjaft i rëndësishëm për Filharmoninë që sot ne e kemi. Kështu që po besoj që kjo tregon shumë për Berit Çelën, e që mendoj që çdo punë që bëhet tash edhe në këtë koncert që ne do ta nderojmë figurën e tij është të jetë rëndësishme edhe përgjegjësi mjaft e madhe që ta kemi, domethënë të jemi në aspektin e interpretimit jemi shumë korrekt. Po ndërkohë, Kaltrina, dua të pyes pak edhe për punën me dirigentin Marcio da Silva. Si e vlerëson bashkëpunimin me ta? Për mua nuk është hera e parë, po mendoj është treta ose katërta që bashkëpunoj me dirigentin Marcio da Silva, çdo herë është kënaqësi shumë e veçantë. Dirigenti besoj mirët shumë me muzikën baroke në Angli. Edhe të përshtatet edhe ty, sigurisht? Sigurisht. Ajo është e rëndësishme. Kur punon me njerëz që të përshtaten dhe kuptohesh, pastaj rezultati nuk ka si të mungoj, po besoj apo jo. Shumë e vërtet. Filharmonia do t'i vazhdoj aktivitetet me një koncert të radhës në Bullgari, ku nëse nuk gabohem, do të performoj atje për herë të parë, apo? Po, Filharmonia në këtë muaj do t'jetë në Bullgari me 17 maj. është për herë të parë, para koncertit në Bullgari, ne do të kemi koncertin me 15 maj në Gjakov. Është i njëjti program, i njëjti koncert, dhe pastaj me datë 16 do thujmë për Bullgari, ku me 17 do të jetë koncerti. Është hera e parë, është një program kryesisht me vepra të autorëve tanë, po që do drejtohet nga një dirigent mjaft me peshë madhe, sidomos në atë fushën e operës, por që pa diskutim ne kemi pas bashkëpunime me Naiden Todorov edhe më herët, dhe ka qenë gjithmonë kënaqësi me punu me të, kështu që do të jetë një koncert të jetë i rëndësishëm edhe një prezantim për ne në Bullgari. Ne dim që Filharmonia e Kosovës nuk ndalet asnjëherë, gjithmonë sukseset janë aty, nuk mungojnë, kështu që unë përsëri do t'ju ftoj të flasim për sukseset e tjera që do t'i ketë Filharmonia e Kosovës, por edhe ju personalisht. Kështu që unë po ju falenderoj shumë që ishit pjesë e Ekspresit dhe që i ndahet me ne këto informacione shumë të rëndësishme për këtë koncert mjaft veçantë. Faleminderit shumë. Faleminderit.